arrihet komunikimi i parë mes të dy njerëzve në ëndër. Një startup neuroteknologjik në bazë kërkimore i quajtur REM Space pretendon se ka realizuar diçka që deri më sot konsiderohej e pamundur: komunikimin mes dy njerëzve brenda ëndrave. Sipas kompanisë, dy persona që ishin në gjendje të vetëdijshme gjatë ëndrrës, të njohur si Lucid Dreams, arritën të shkëmbejnë një fjalë ndërsa flinin. Procesi është realizuar me ndihmën e një pajisje speciale që mat aktivitetin e trurit dhe një gjuhë ëndre të krijuar posaçërisht e quajtur Remio. Gjatë eksperimentit, njëri prej pjesëmarrësve dëgjoi një fjalë të rastësishme përmes kufjeve dhe shqiptoi brenda ëndrrës së tij. Pas rreth 8 minutash, personi i dytë që ndodhej në gjumë të thellë dhe në fazën REM raportoi se kishte dëgjuar të njëjtën fjalë brenda ëndrrës së tij. Kjo ngjarje, nëse verifikohet shkencërisht, mund të shënojë fillimin e komunikimit në kohë reale gjatë gjumit. Sipas themeluesit të REM Space, kjo teknologji mund të hapë rrugën për forma të reja të mësimit, terapisë dhe krijimtarisë, duke lejuar ndërveprimes njerëzve edhe në botën e ëndrave. Studiuesit theksojnë se rezultatet janë ende në fazë eksperimentale dhe kërkojnë konfirmim nga institucione të pavarura. Megjithatë, ky zbulim ka ngjallur entuziazëm të madh në fushën e neuroshkencës dhe studimeve mbi ëndrat, duke treguar se kufiri mes realitetit dhe imagjinatës po bëhet çdo ditë më i hollë.